Sot kthehen 5 pacientë në vend të cilët mjekoheshin në Spanjë dhe Greqi. 108 pacientë tjerë të lënduar nga zjarri në Koçan vazhdojnë të trajtohen nëpër spitalet jashtë vendit, kurse tek ne mjekohen vetëm 23. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 4 pacientë janë në gjendje më të vështirë shëndetësore. Vëdhën momentalisht nëpër spitalet e Shkupit, pacientët të cilët e përjetuan tragjedinë e Koçanit shërohen 23 pacientë, prej të cilëve 4 janë në qendrën klinike, 6 janë në spitalin e vjetër të qytetit dhe 9 janë në 8 shtatori. 4 pacientë janë në spitalet private. Pacientë të cilët shërohen jashtë shtetit janë 113, të cilët janë në gjendje relativisht stabile, 4 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, dje u kthyen 2 pacientë, sot kthehen edhe 5 pacientë tjerë. Do me thonë, jashtë shtetit, sonte do të mbesin vetëm 108 pacientë që shërohen. 2 pacientë që janë kthyer dje dhe 5 që kthehen sot, si dhe të gjithë pacientët që do të kthehen sipas ministrit Arben Taravarit, minimalisht do të qëndrojnë 24 orë në spital në vendin tonë dhe më pas do të vendoset nëse do të vazhdojnë mjekimin apo do të lëshohen për mjekim shtëpiak. Lëndimet e personave që kthehen në vend kanë të bëjnë me djegjet. Djegjet e pacientëve që po kurohen, siç thanë të martën ministri dhe kryeministri, janë më së shumti të shkallës së 2 dhe të 3, ose kanë djegje të trupit nga 50 deri 80%.